Të përmirësojnë sigurisht. Një komponent që do të sugjeroja të shtojë planit të veprimit dhe mendoj se është e rëndësishme sepse dhuna tek fëmijët nuk është e kufizuar vetëm në shkollë. Mendoj se raportet flasin për dhunë të jashtëzakonshme edhe brenda familjes. Dhe kur e ki një shoqëri në të cilën ka elemente të cilat edhe besojnë që ajo ka dalë mbi xhenetit, është problem me i eduku fëmijët të sillen ndryshe në shkollë. Sepse formën e dhunës ata e kuptojnë te shtëpia, te ajo, te shkolla që han prej prindë. Dhe konsideroj që një prej elementeve që duhet të shtohet planit veprimit dhe duhet punohet në formë konsistente për vite të tëra, është fushata e vëdësimit për dëmin që dhuna i shkakton fëmijës. Mendoj që duhet të ketë punë intensive me shkolla, me prindër, me mbledhjet të prindërve ku po të ketë spaku njerë në vit, një prezentim i cili i informon ata për pasojat që i ka fëmijë ti nga dhuna që ja shkakton së pari prindi ose antari familjes. E së dyti edhe ai ndaj shokëve dhe kolegëve. Pra mendoj që fushata e vëdësimit duhet Faleminderit yll, nuk po shoh të interesuar. Atëherë nëse jo drejtoresh nëse kje diçka ndonjë përgjigje, me që lutem shkurt. Faleminderit gjithëve për komentet që keni lexuar raportin edhe që jeni pjesë aktive e diskutimit. Unë i mbajta shënim krejt. Po mundona me kalu aty ku ishin pyetje disa përgjigje, e kuptoj zoti Agim se statistikat janë të rëndësishme dhe ne i kemi të dhënat i kemi japur në mënyrë të përgjithshme për shkak të ndjeshmërisë të rastit, sepse këto që i përmendi ylli, për shembull, unë mendoj që nuk ka shumë etike që të përmenden me emra ose edhe me raste, sepse kemi trajtuar raste prej më të ndryshme. Për shembull, në një prej shkollave atje në Dardani kemi pas një punë shumë të madhe me gjitha organet që ndërlidhet edhe në aspektin për punë sociale me organe tjera të ministrive dhe jemi mundu shumë që me ofru ndihmë këtë